Në një atmosferë fantastike të krijuar nga tifozët skifterat, ndeshja ndërmjet Gjilanit dhe Prishtinës u mbyll ashtu siç nisi pa gola 0-0. Takimi nisi qetë me një dominim të lehtë të vendasve, por rasti i parë për gol i takoi prishtinasve, kur pas një arkimi nga Gentret Begolli, nga e vërsia me kokë Ridon Kukaj, dështon të gjej kuadratin. Niko Qerët shumë lehtë kanë mundur të kalojnë në epërsi, kur pas një arkimi nga Besnik Krasniqi, sulmuesi Drengashi nuk arrin ta shtyjë topin drejt rrjetës. Zhvilloi minuta 38 kur mbi stadium u ngrit një dron me fotografi të Ismail Morinës, ose ndryshe siç njihet Balles Morina për publikun. Ky fundit po mbahet në Borg dhe skifterat në shenjë përkrahje, për të kishin vendosur fotografinë e tij teksa fluturonte rreth stadiumit. Prishtina ka mundur shumë lehtë të kalojë në epërsi, kur pas një kundërsulmi të shpejt, bashkimshala shërben bukur shend Këlmendin, e ky i vetëm me Malokon nuk arrin ta poshtë kohë të fundit, që u tregua më i suksesshëm duke ndalur goditjen e tij. Deri në fund, të dyja ekipet nuk arritën të tregonin diçka më shumë, duke bërë që pjesa e parë të mbyllej 0-0. 45 minutësh i dytë ishte krejtësisht ndryshe nga e para. Të dyja ekipet luanin me shumë kujdes, duke bërë që të mos rrezikonin portën e njërës apo palës tjetër. Emin Haziri kishte mundësi të mirë shënimi që gjuan fuqishëm, por topi shkon pranë portës. Edhe Shala kishte një mundësi të mirë, të cilën nuk arriti ta konkretizoj, duke bërë që ndeshja të përfundonte 0-0. Pas këtij barazimi, Gjilani zë vendin e dytë me 21 pikë të tubuara, përderisa Prishtina në vendin e 11 me 11 pikë.